Besart Veseli, mesfushor nga klubi futbollistik Vushtria dhe mesfushori ofansiv Flamur Bajrami nga Dy Korriku i Prishtinas, me ceremoni zyrtare nënshkruan kontratat me klubin FC Vllaznimi. Ata tani janë pjesë e këtij klubi. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryetari i këtij klubi Shkelzen Gashi. Sipas tij, klubi FC Vllaznimi tani është në fazën e konsolidimit me përforcimet e reja. Arritëm që edhe përforcimin e 5 për klubin futbollistik Vllaznimi, përforcimin e 2 lojtarëve të ri, ku që jena të i vazhdu me lojtarë të ri, edhe besoj si këta 2 përforcime do të na ndihmojnë në këta 6 muajt pranverës, edhe do të na jepin një rrugë shumë të mirë, por nuk do t'i ndalim përforcimet se jena duke folur edhe me një 2-3 përforcime edhe do ta mbyllim sezonin. 2 futbollistët të rinj premtuan se do japin maksimumin që ky klub të kalojë në Super League. Do të marr parasysh plan programin dhe ata që më kanë shpalos drejtuesit, jemi rrallë dakord dhe do të marr parasysh çfarë tifozërie ka Vllaznimi, çfarë njerëz gjenden brenda në Gjakov. Besoj që do të japim maksimumin dhe ta ngjisim Vllaznimin aty ku ka vendin në Super League. Unë kam e bu më të mirën për FC Vllaznimin, unë mendoj që kam e jap më të mirën edhe Vllaznimi me shku aty ku ka vendin në Super League. Numri total i përforcimeve nga kryesia e re për këtë vit ka shkuar në 5. Ata janë Ilir Syla, Drilon Nuza, Valmer Zariqi dhe tashmë të shtuar Besart Veseli e Flamur Bajrami.